Përshëndetje shikues të nderuar, në kuadër të emisionit të parë Hisari Online që e kemi titulluar me emrin Fjala dhe Faktet, mysafir të sonte me kemi njërin prej deputetëve të Parlamentit të Kosovës, pikërisht zotin Armen Zemaj. Armen Zemaj është deputet i Parlamentit të Kosovës që nga viti 2008, është një nga nënshkruesit e aktit më të lartë historik të popullit tonë, Deklaratës së Pavarësisë së Republikës Kosovës, dhe njëkohësisht është antar i Parlamentit Kosovës edhe në legjislaturën e fundit. Zoti Zemaj, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Zoti Zemaj, meqense se sot është një ditë feste, është përvjetori i pavarësisë, përvjetori 18 i shpalljes së pavarësisë së Kosovës, dhe duke qenë se ju keni qenë njëri nga nënshkruesit e këtij aktit historik, do thosha, për popullin tonë, a mund të përshkruani pak ato momentet edhe ato çastet e juaja pikërisht si parlamentar dhe në të njëjtën kohë edhe si njëri që keni vepruar tonë jetën për këtë ditë të madhe të popullit tonë. Cilat ishin emocionet e juaja? Faleminderit shumë. E para është kënaqësi që jam sot në emisionin e parë të juaj në këtë ditë festive, në ditën që është vepër e gjithë atyre kontribuesve për liri, pavarësi dhe shtetëndërtim, dhe mbi të gjitha atyre që ka dhënë gjithçka që ne sot ta gëzojmë lirinë edhe pavarësinë e Kosovës. E dyta, ju uroj punë të mbarë, suksese juve edhe gjithë kolegët tjerë pa përjashtim. Dhe është nderimi i veçantë që jam në Suareken e burrave dhe grave të cilët po ashtu kanë kontribuar shumë për ditën që ne gëzojmë sot dhe festojmë të lirë dhe të pavarur, dhe njerëzve të veçantë si Uk Bytyqi e shumë të tjerë. Dita e shpalljes së pavarësisë gjithmonë ka emocionet e veta, por ka edhe përgjegjësitë të cilat të trashëgojmë, ka kujtimet e mira, po ka kujtimet e hidhura, duke nënkuptuar atë që çka ka kaluar populli shqiptar, familja, rrethi, shoqënia, për të ardhur deri në aktin më sublim që është shpallja e pavarësisë së Kosovës. Ajo ditë është tregues i ecjes son të hidhur, por shumë të ndritur, krenare me punën dhe veprat e shqiptarëve të mbledh ndër shekuj, e mbi të gjitha të historisë së fundit, të prirë nga presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova dhe gjithë ata që kanë kapur armët për lirinë edhe çlirimin e Kosovës. Për mua ka qenë nder tepër i veçantë, sepse ishte fillet e mia politike aktive, ishte mandati i parë i fituar me votë të lirë dhe të hapur nga pjesa e 2 legislaturave të kaluara që ishin me votë të mbyllur dhe në protektoratin ndërkombëtar apo në UNMIK siç u quajke. Dhe kjo fillimi i një etape tretë e historisë së Kosovës, një legislaturë të re me shpalljen e pavarësisë dhe fillimi i shtetëndërtimit dhe marrjes së kompetencave ekzekutive të shtetësisë së Kosovës në bazë të kushtetutës, më vonë e miratuar dhe akte tjera edhe deri në përfundimin e pavarësisë së mbikëqyrë. Ajo ditë simbolizon shumë, sa herë që kalojmë nëpër këtë kujtim, më kujtohen spari familjarët e mi që kanë kontribuar për lirinë dhe pavarësinë e këtij vendi. Më kujtohen ata të cilët unë kam bashkëpuntuar si i ri, qoftë nga Forumi i Rinis ose nga universiteti, por edhe nga pas lufta, por edhe kolegë të cilët i kemi nda ato momente dhe kanë qenë pjesë e asaj legjislature, sidomos antar dhe veprimtar themelues të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe njerëz të cilët edhe sot unë i kujtoj me krenarinë më të madhe si njerëzit që kanë kontribuar për shtetin e Kosovës dhe për shtetëndërtimin e saj, sidomos në Kosovën e pas luftës. Kur flisni për trashëgiminë historike dhe përgjithësitë, sa mendoni se pas 18 vitesh në pavarësinë tonë, në një shtet pavarur, sovran, kemi arritur objektivat, nëse kemi arritur ato për cilat themeluesit dhe ata që kanë sakrifikuar për këtë liri kanë shku me këtë ideal pra për pavarësinë e Kosovës, sa kemi arritur që ti plotësojmë objektivat dhe a kemi arrit mjaftueshëm ti plotësojmë? Unë mendoj që për shtetin e Kosovës, por për atë dhënë nuk është
asnjëherë mjaftueshëm për të bërë. Kem pas situata që kanë qenë edhe sfiduese. Kem pas kohra kur institucionet nuk i quaj që kanë pas goditje të jashtme apo të brendshme, por nga ajo që quhet polarizimi i skenës politike, ndoshta nuk e kanë dhënë efektin e vetë edhe pritshmërinë që kanë pas qytetarët e Republikës sonë. Mbi të gjitha, ndoshta është një pjesë e arsyetimit që unë e kom pa gjatë ecjes tonë dhe gjatë legislaturave, sepse ne kemi dalë nga një luftë, kemi dalë nga një vend pothuajse mas të madhe i shkatruar me njerëz që e kanë lëshuar ose janë larguar dhunshëm nga Kosova, cilët janë rikthy me ndërtua paqen, por me rindërtua edhe me ngrit familjen, shtëpinë, vendin dhe nuk ka qenë shumë e lehtë. Institucionet kuptohet që janë përgjegjëse në pjesën administrative, të zhvillimit të vendit, të fuqizimit të subjektivitetit brendshëm, të subjektivitetit të jashtëm, por me një fjalë mund të them që ka pasur zhvillim, ka pasur ecje të mirëfillta, ka integrim, por ju asnjëherë mjaftueshëm. Ka disa dukuri në Kosovën e pas luftës të cilat nuk kanë muajtur të evitohen ose të luftohen, siç janë krimi organizuar apo korrupsioni apo vepra të tjera kriminale të cilat shpeshherë nuk kanë marrë as verdiktin e gjyqësorit, por as ata të cilët i kanë kryer ato vepra dënimin e merituar. Këto e kanë lëndu lirinë e Kosovës, këto e kanë lëndu edhe pavarësinë e saj, e kanë lëndu edhe fuqizimin e shtetësisë, por mbi të gjitha nëse bëjmë krahasime edhe me legislatura, por edhe me ta quaj kështu me një dekadë nga dekada tjetër, unë mendoj që Kosova është më e zhvilluar, frymon më pozitivitet, edhe pse ka shumë punë të bërë dhe asnjëherë nuk duhet të ndalim kushdo që ka përgjegjësie, jo vetëm në jetën parlamentare, por edhe ekzekutive, edhe lokale, që të kontribuojë për vendin e vet dhe ato të mira që ofron Kosova t'i gëzojnë të gjithë pa përjashtim. Kur flasmin për këtë periudhë, pa dashur që ta prishi këtë atmosferën festive, jemi dëshmitar të zhvillimeve të cilat jo rrallëherë qytetarët kanë të shqetësuar, e sidomos kohëve të fundit. Ju përmendet polarizimin në jetën politike. Ky polarizim është filluar, si thuash, me ta shliqujtërën maksimen ose narracionin që kanë kriju disa parti politike se për 20 vjetë Kosova është shkatru. Si do të komentoni këtë? Po shqeqene, në pjesën politike ka grupacione politike, ose ka individ që ndoshta edhe kohët kur Kosova i ka pas ditët më të vështira nuk kanë besu në projektin e pavarësisë së Kosovës. Ka njerëz që sot mund të jenë edhe pjesë e pushtetit, por nuk kanë besu në vizionin dhe në angazhimin që kanë pas njerëzit në vitet 90-ta për një Kosovë të pavarur, një republikë që diferencohet nga sistemi jugosllav dhe ecë drejt pavarësisë saj. Kjo fatkeqësisht, ky mosbesim ka qenë edhe gjatë luftës, sepse ka pas edhe njerëz që edhe lufta nuk mundet me arrit frytet e veta. Ndërsa pas lufte, po ashtu, ka pas grupacione politike edhe individ që prap kanë qenë mosbesues ndaj një Kosove të pavarur. Dhe kjo fatkeqësisht e ka rrit ndoshta ta quaj kështu në gjuhën më të butë, jo dënimin për institucional ose për pengesën e fuqizimit të shtetësisë së Kosovës, por shumë gjana nga propaganda dhe nga se egoja vetëm për të qenë pjesë e pushtetit ka pas devijime nga një unifikim i spektrit politik, sidomos shqiptar, që edhe të ndahemi njëherë e për jetë, ta largojmë Serbinë, qoftë politike dhe qoftë ato që ka qenë okupatore, dhe ne të bëhemi sa më shpejt pjesë e mekanizmave edhe strukturave europiane dhe euroatlantike. Për këtë arsye ne akoma sot nuk jemi antar të Këshillit të Evropës për shkak të disa gabime ose të disa mosmarrveshjeve që kanë qenë politike. Shumë vonë kemi marrë liberalizimin e vizave, ju kujtohen ato ngjarjet me demarkacionin me gazin Lëtçellës në Kuvend edhe me gjëra tjera, dhe deri te aty kur njerëzit nuk kanë besuar që duhet respektohet flamuri, kushtetuta edhe institucionet që janë legjitime që dalin dhe që kanë bërë nga shpallja e aktit të pavarësisë së Kosovës. Fatmirësisht kjo pjesë, edhe pse dikush ka përfituar politikisht, tash në pjesën propagandistike ka ra poshtë, por në gjuhën
polarizuese, është e rëndë të thuhet që është shkatru gjithçka për 20 vjet, sepse ne jetojmë këtu, ata të cilët i rritin fëmijën edhe i shkollojnë këtu, dhe e keqja është që shumë edhe janë largu, ndoshta janë mushur rrejtje pikërisht nga kjo gjuhë, qoftë edhe në baza të ndarjes familjare dhe ato, s'po flas vetëm politike, sepse gjykimi politik është i drejtë, është pjesë e demokracisë, po në bazë të urrejtjes që dikush e ushqen si narracion negativ për gjithçka që është shkatruar në Kosovën në 20 vitet, po unë mendoj që ka zhvillim, ka shumë punë për të bërë, por zhvillimi bëhet me politika të mirëfillta, nuk bëhet me demagogji, populizmi nuk ka funksionu as në shtetet e mëdha, i ka dëmtuar edhe demokracitë, ndoshta që kanë qenë shumë më të zhvilluara se sa neve, dhe me një fjalë ne duhet të kontribuojmë gjithë që kjo gjuhë edhe të eliminohet ose të ulet në minimumin që pranohet nga qytetari i vendit dhe njerëzit ballafaqohen me merita, me fakte, të ketë meritokraci, të ketë demokraci të zhvilluar, të ketë respektim të votës së fshehtë, të verdiktit qytetar, të verdiktit të popullit, por të ketë edhe pranueshmëri të rezultate pozitive kudo që shihen ato. Zoti Zema, ju jeni njëri prej antarëve të Lidhjes Demokratike, do thosha i devotshëm, në vazhdimsi keni qenë në aktivitetet politike brenda kësaj partie. Por jemi dëshmitar që Lidhja Demokratike e Kosovës, sidomos këto zgjedhjet e fundit, por edhe më herët ka pësu një rënje. A erdhi kjo rënje si pasojë e gabimeve brenda strukturave udhëheqëse të Lidhjes Demokratike, apo ishte edhe një farë lloj reaksioni i ambicieve personale të individëve brenda partisë juaj? Si do t'i shpjegoni këto? Po, unë i takoj, mos ta quaj veten një gjenerate të hershme, që për shkak ndoshta të afërsisë ose të angazhimit të hershëm politik, kam pas fatin që t'jam bashk edhe në ekzekutiv, ta quhet e partisë, në këshill të përgjithshëm ose si pjesë e kuvendit të Kosovës, edhe me themeluesit e partisë. Dhe po ashtu edhe kur ka pas edhe ndrime të kryetarëve ose ndrime të gjeneratave të ekipeve udhëheqëse të saj. Ajo çka kom pa të cilën unë gjykoj që nuk kem qenë zot ta mbrojmë është sulmet e vazhdueshme që janë bërë ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe sfundi, jo sulmet që kanë qenë vetëm ndaj njerëzve ose linqimet ose gjykimet, deri edhe ajo që në Kosovën e pas luftës LDK është dëmtuar edhe në njerëz, sepse ka pas edhe vrasje të figurave, mos t'i quaj kryesore të LDK-s edhe të luftës për slirim që kanë qenë mbështetës të presidentit Rugova, dhe i ka përballuar gjithasaj stigme. Në kohët e fundit duket që ajo që është faqë si problemi brendshëm është humbur një farë lloj solidariteti në mesin ton politik dhe atëherë është kriju mundësia gjithë të tjerëve që t'i fusin durët në veprimet tona, në gjykimet, dhe kjo ka kriju një ndarje edhe në perceptimin e elektoratit ton, por edhe ka kriju edhe një mosbesim se ka po orientohet dhe cilat janë veprimet institucionale të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Edhe pse kanë qenë veprime konsistente, kanë qenë të pastërta, nuk kanë pas hile, këto e mbroj edhe thëmë me fanatizëm, po në fundin nuk ka marrë besim. E besimi tash duhet rishikohet, është për shkak të njerëzve, është për shkak të veprime politike dhe duhet të riparohet sa më shpejt. Ajo çka është një mirë se edhe kundërshtarët politikë, edhe njerëzit që për një moment janë larguar nga LDK e kanë fokusin te Lidhja Demokratike e Kosovës dhe presin edhe veprime institucionale, po edhe veprime të brendshme se si tece tutje. Unë njoh shumë njerëz, njoh votues, cilët nuk e kanë votuar LDK-n, por kujdesin ose interesimin për Lidhjen Demokratike kanë shumë të madh, siç ishte rasti për zhvillimet e fundit, kuvendin ose edhe për rezultatin zgjedhor. Kjo flet shumë, kjo flet që ne e gëzojmë një mbështetje të heshtër, por atë duhet ta rikthejmë, dhe ajo për mendimin si rikthehet është duke ndajtur elektoratit të afër, duke komunikuar lirshëm, duke leju mendimin e lirë, duke respektuar meritokracinë, duke jap hapësinë të ri dhe të reja që tecin tutje dhe duke krijuar një ambient
i cili krijon mirëbesim dhe e rikthen LDK-n edhe në bazat themeltare të saj, sepse baza themeltare e jona është liria, pavarësia dhe demokracia. Dhe pa fuqizimin e demokracisë, as nuk zhvillohet Kosova, por as nuk ndihmohet as LDK-ja nga brenda. Kur jemi pikërisht të kjo çështje, dëgjova me vëmendje dhe preokupimin tuaj për t'ju ofruar sa më tepër elektoratit tuaj. Ekziston një perceptim, se unë jetoj në provincë, do ta quaja kështu, ekziston një perceptim që Lidhja Demokratike e Kosovës, strukturat e saj udhëheqëse sikur kanë qenë pak a shumë larg prej provincave, larg prej fshatrave, larg prej elektoratit vetë jashtë Prishtine. Kështu s'paku ekziston një perceptim. A mendoni se kjo, mos edhe kjo ka qenë ndonjëherë prej arsyeve të rënjes dhe mos interesimit të elektoratit, sepse ka të dhëna që elektorati, një pjesë e madhe e elektoratit LDK-s nuk ka dalë fare në zgjedhje. Mund t'jetë edhe kjo dë një analizë të veçantë. Tash, kërkoj falja mund t'ingëlloj subjektiv, po unë e konsideroj që për vetveten time, jam ndoshta prej njerëzve ose prej eksponentëve politik që lëvizi mas shumë në zonat e Kosovës, qofshin ato komunat mëdha apo të vogla. Është fat e mirë dhe më falenderuese edhe vota është përkthy me pozitivitet në atë drejtim. Edhe shpeshherë këto ose këtë pyetje që e ngrit është edhe si kritike e madhe për neve, sepse njerëzit dëshirojnë t'i shohin ata të cilët i zgjedhin, ata të cilët ju besojnë, po mbi të gjitha ata të cilët i udhëheqin. Edhe çdo kush mendon që e ka me të drejtë, edhe unë e mbroj këto, e ka me të drejtë që e ka një pjesë të hisës, edhe në pjesën programore, por edhe të udhëheqjes së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne për këtë arsye e konsiderojmë veten që jemi parti ndryshe, jo që jemi njerëz ndryshe, po jemi parti ndryshe, jemi parti më e hapur, ku tolerohet edhe mendimi i lirë, edhe ku zhvillohet demokracia. Tash është ditë festive, unë nuk du t'i gjykoj parti tjera, po zhvillimet që ndodhin brenda LDK-s në parti tjera as nuk paramendohen, sa atje udhëheq lideri dhe udhëheq një leadership i caktuar dhe demokracia është shumë minimale. Por besoj plotësisht dhe pajtohem plotësisht që ne kemi nevojë strukturat tona në të gjitha nivelet që të rikthehen bazës, domethënë të rikthehemi komunikimit më korrekt, të japim mundësi njerëzve, mos të linçojmë pse dikush me të tjetrin është më i afër ose është më i dashur, por të ketë mirëbesim në punën tonë që e bëjmë për të mirën e përgjithshme. Mira e përgjithshme është për Nëndegen, për Degen, për komunën ku udhëheq dhe mbi të gjitha për ambicet tona që janë shumë sinqerta edhe janë të mirëseardhura për me udhëheq edhe Republikën e Kosovës. Zoti Zelmaj, po prezentoj atë çka flitet edhe jashtë koloareve partijake, sepse brenda koloareve partijake mund ndodhë që edhe ka divergjenca të caktuara. Jo të na thojmë, për me dashur me ditë çka kin shpejt duhet me dalën kuishi. Po kuishi, çfarë? Kjo është shumë mirëseardhë. Pikërisht po nisem prej këtij fakti. Po nisem prej Suarikës tonë, si një prej bastioneve të LDK-s që ka qenë, por ndodhen që ka ndodhur disa ndryshime. Megjithatë, nuk jemi na ose ata antarë të Lidhjes Demokratike të kënaqur me performancën e Lidhjes Demokratike, jo vetëm Suarik, por në përgjithësi po flas se Suarika nuk mund të jetë veçanti. E kur e bëra pyetjen për shtrirjen e juaj edhe në terren sa më të gjerë, nuk e pata fjalën për aspektin individual, po si struktura të udhëheqjes të Lidhjes Demokratike. A mjafton vetëm kohë fushate të vijit? A është e mjaftueshme vetëm kohë fushate të vijit dhe kryet një farë lloj ta quaj kështu me keqardhje duhet ta them, por unë jam gazetar dhe duhet ta them të vërtetën, zaten edhe misioni jonë ka çat qëllim të flasmi me fakte. A mjafton vetëm fushat, kryet një formalitet, grumbullon disa njerëz me një sallë që aty flitet pak edhe shkum e kryen punën. A keni menduar edhe si struktura, me qenë se je pjesë struktura udhëheqëse në Lidhjen Demokratike të Kosovës, a keni menduar që ta ndryshoni këtë qasje për të ardhmen, nëse dëshironi që të keni vota edhe të keni një elektorat sa më të madh? Është domosdoshme që të ketë një riorganizim edhe njerëzit që marrin përgjegjësi mi ushtru ato përgjegjësi. Domethënë nuk është çështje vetëm
riorganizimi edhe vendosja e njerëzve në pozitat e caktuara. Por është e rëndësishme kryerja e obligimeve dhe detyrave që të jepen në mënyrë sa më efektive. Suareka është vërtet që ka qenë një bastion i Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe ajo bazë ekziston, edhe unë e mbroj me fanatizëm, sepse pavarësisht njerëz që e kanë humbur besimin ose e kanë një dozë të mosbesimit, kur bisedojsh me ta jo afrohesh, ata qëndrojnë shumë afër Lidhjes Demokratike të Kosovës. E dyta, Suareka gjithmonë ka frymuar djathtas, që e ka një orientim djathtas tash, nuk po do me spjegu me hinë elemente çka do të thotë kjo, as me gjiku tjetrën. Por mendoj që njerëzit kompetent që marrin përgjegjësi, ato nuk duhet t'i marrin ato përgjegjësi vetëm si privilegje. Po t'i ushtrojnë ato mandate, të komunikojnë me njerëzit, t'i afrojnë njerëzit, të bisedojnë me ta, t'i shohin se cilat janë problemet e tyre, edhe në fundit t'i marrin edhe mendimet e tyre duke i bartë nga poshtë lart, që mund të shndrohen edhe një efikacitet. Nëse kjo koncentrohet në pak njerëz në mbyllje, nëse koncentrohet vetëm në ato që bëthu kohë fushatash ose një mekanizmi sa përsye faqe të daljes në deg dhe në komunikim, kjo tash e ka humbë në mas të madhe efektin e vet, sepse jemi duke jetuar në një botë digjitale, ku njerëzit informacionin e marrin shumë më shpejt se sa ti që më rrin të personi, por për mos me leju që lajmi mu deviju, edhe informacioni i rrejshëm ose negativ për subjektin tënd dhe për individin, ti duhesh të kesh komunikim me njerëz dhe të qëndrojsh afër. Kjo duhet ndodh kudo në Kosovë, sigurisht edhe në Suarek, por në Suarek është shumë më lehtë ndoshta se sa në vende tjera, sepse këtu nuk e ke trondit bazamentin, domethënë këtu nuk ka tronditje, mos ta quhet tektonike të kuptimin shpërndarjes së elektoratit. Këtu e keni elektorat, edhe pse mban një parti tjetër ose një kryetar tjetër në pushtet lokal, është i djathtë, shumica në rrugovist, dhe pothuajse me çdo njerën që bisedon e ka LDK në zemër. Këtë tash çka duhet edhe këtu, po unë e përkthej edhe në Kosovë, është që t'ja gjojmë fillin kësaj pune, edhe filli kësaj pune sigurisht duhet ketë edhe me njerëz me përjetar, me njerëz ditur të meqen përgatitur, edhe të cilët kanë një farë lloj peshe në elektorat, po mbi të gjitha kanë edhe një farë lloj vullneti, pavarësisht përgatitjes akademike ose të kaluarës, mund të jetë një i ri i cili hyn me vullnet, ka kurajo, ka inteligjencë, e don LDK-n, e ka të përqafuar me ideologjinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe besoj që shumë lehtë kjo punë shndrohet edhe në fitore. Edhe një pyetje kam për sa i përket aktivitetit Lidhjes Demokratike të Kosovës, me qenë se ju jeni, thash edhe njëri prej anëtarëve të devotshëm të kësaj partie dhe njëri prej atyre që ka punu në vazhdimsi dhe fakti që nëse zgaboj dikon 8 legjislatura ju jeni zgjedh keni fitu votat e qytetarëve të Republikës Kosovës për t'i përfaqësuar ata në institucionin më të lartë të popullit tonë, nuk mund ta anashkaloj edhe një ngjarje të posaçkaluar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku vërtet aty pat një demokraci të mirëfillt, por që ajo demokraci nëse zgaboj, ke pak e lënduar për faktin se një pjesë e madhe e antarëve të konventës që u majt ishin kundra zgjedhjes ose kundra vazhdimit të liderit partisë Ilir Abdixhikut për të vazhduar me qëndru edhe më tutje kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. A mund të na elaboroni disa aspekte të kësaj natyre? Patjetër, ky zhvillim ose ky kuvend ka rrjedhur pas rezultatit të zgjedhjeve të 28 dhjetori. Edhe sigurisht edhe leadershipi, po edhe vetë kryetari është ndi si përgjegjës, jo vetëm që ka marrë përgjegjësitë, sepse titullari sigurisht i ka përgjegjësitë më theksuara. Është ndi përgjegjës që kërkojnë një vot besim ose të deklaroj që ai pranohet një dorëheqje të cilën ai vetë e ka ofruar si pjesë e rezultatit të fundit të zgjedhur. Nëse unë nuk tingëlloj personal, unë shumë e çmoj votën e fshehtë.
edhe si pjesë të demokracisë, por edhe si të zhvillimit edhe politik edhe institucional në Republikën e Kosovës. Vota e hapur ka raste kur kërkohet. Ndoshta ne e keni pasur si zgjedhje në shembull disa trupa punues në kuvendin e Kosovës, por kur ka konkurrencë edhe ku ka zhvillim të demokracisë, vota e fsheft është vetëm një zhvillim me tutje dhe e fuqizon, jo vetëm leadershipin, po e fuqizon edhe subjektin ton politik. LDK këto nuk është hera e parë që e ka promovu, sepse edhe në zgjedhjet e kaluara janë zgjedhje me kundërkandidat me votë msheft. Ndoshta në parti tjera nuk diskutohet vota e msheft. Pavarësisht rezultatit në demokraci ekziston gjithmonë ajo që quhet 50+1. Po parimi shumicës. Kur kush nuk thot duhet të kesh 60+1 ose 70+1 ose 40 me 60. Po gjithmonë flitet 50+1 dhe atëherë duhet të nënshtrohesh atij vullneti edhe për të ecën. Për mua, besoj edhe për LDK-n, ajo është një kapitull i mbyllur, domethënë me një vot besim i cili nuk është pranuar në aspektin e ndërheqjes dhe kërkon një qasje reflektimi mbi atë që ka ndodhur dhe ecjes tutje për ta rikthyer LDK-n aty ku e ka meriten. Por ju e dini, kjo ngjarje është përcjellur pothuajse sikur të ishte ndonjë ngjarje duke marrë në Kombet e Bashkuara, domethënë kur ka zhvillime globale. Unë e di që LDK-ja është interesante për gjithë. Atë ditë nuk po them, po ndoshta unë kam qenë edhe ministri i shëndetësisë një kohë, kishte raste ku i kisha dikon ka 100 mediume prezent, vetëm as skenat e gazetarëve të pranishëm edhe të kamerave, kudo përpallan ose brenda ose jashtë interesimi vetëm për një fjalë se çka po ndodh në lidhje. Kjo është e mirë për neve, mendoj që është e mirë edhe për Kosovën, edhe pse ka një herë mund të ketë keqpërdorim saj, sepse kur e keni vot për dhe kur e keni vot kundër, ata të cilët janë të pakënaqur ose ata të cilët nuk e dojnë zhvillimin e LDK-s, tentojnë ta përkthejnë në negativitet, ndërsa ata të cilët e dojnë për një interes të vetin, munden me e kthye në pozitivitet, por duke i linçuar dhe duke gjykuar edhe ai i cili e ka pas një mendim ndryshe. Kjo besoj që nuk duhet lejohet në LDK-n. Në LDK nuk duhet të lejohet as nga leadershipi, por duhet të promovohet si vlerë tutje e jona edhe për gjenerata të tjera, por edhe për njerëzit e tjerë që marrin përgjegjësi. Parimi shumicës, po, por respektimi dhe i pakicës. Ekziston në teori politike kjo thënie. Kur e thash këtë, sigurisht leadershipi i LDK-s do t'i dëgjoj edhe zërat ndryshe. Spaku ky është dëshira ime personale. Edhe është sugjerimi imi, sepse unë nuk jam i parë, krejt që muna me dhënë mendim pozitiv, dhe prap besoj dhe mbroj me fanatizëm, unë jam për ta respektuar çdo antar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe kurse më pëlqen mua si armend ose si pëlqen kryetarit ose tjetrit, ai është një njeri që e voton LDK-n, e ka një mendim, dëshiron ta promovojë atë mendim, po në fundit ajo kanalizohet që e thash me demokraci, me votë edhe me përqindje. Po kalojmë, zoti Zemaj, sepse jemi ka fundi e emisionit, po kalojmë në aktualitetin më të ri. Po sa u formuan institucionet e Republikës Kosovës, ku Lidhja Demokratike e Kosovës, spaku edhe parti tjera, patën përshtypjen se patën një farë lloj seriozitetin e punën e tyre, mbrana kuvendit. Normalisht nuk e votuat qeverinë Kurti, sepse nuk kishte një marrëveshje politike, për cilën edhe ju, po edhe vetë zoti Kurti në një farë forme jep keme kuptu se do në marrëveshje politike, por e nuk ndodhi. Radha është tash një lloj rreziku për Kosovën, nëse vazhdon logjika e injorimit partive tjera politike opozitare në brenda parlamentit, të shkohet në zgjedhje. Sa shihni në zgjedhjet të reja, sa shihni këtë rrezik? Personalisht mendoj që Kosova nuk ka nevojë për zgjedhje tjera, sidomos në këtë fazë. Ne kemi pothuajse tash po hym dikon kanë kaluar më shumë se 2-13 muaj me një qeverinë e detyrë me kompetencat e përzira, me mandat kufizues, me duplifikim të pozitave,
cilët e kanë lëndu edhe vetë institucionin e qeverisë, por edhe përgjegjësitë e tyre. Ne e thojmë haptas, ne kemi bërë edhe kallëzim penal ndaj ministrave, duke mbajtur 2 pozita njëherësh, edhe mendojmë që ka pasur edhe keqpërdorim të paras publike dhe këtë e kemi bindje edhe me fakte. E dyta, Kosova është ndikuar nga zhvillimet globale ku kemi mungesë të madhe të zhvillimit ekonomik, rritje të energjisë, rritje të faturave të energjisë elektrike, rritje të kostos së jetesës, të ushqimeve bazike e shumë gjëra tjera që e kanë rënduar jetën e qytetarit. Ne kemi një parti që e ka marrë besimin më shumë se 50% të votave të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Jo për të ikur përgjithësisë, po i takon gjithmonë të parit që të krijoj ambient, të krijoj mundësi për krijimin dhe formimin e institucioneve të reja. Kjo u pa edhe me zgjedhjen e kryetarit, u pa edhe me zgjedhjen e qeverisë. Tash, a kem vrejtje në individ, a kem vrejtje në strukturë? Po, sepse Kosova është e vogël, për mi pas me kapacitet 21 ministra. Më thonë, është në aspektin institucional të kapacitetit tonë, ne nuk jemi as një shtet që i kemi 80 milion banor, as një shtet që i kemi mbi 25 milion banor, as 30 milion banor, që ta kemi një qeveri kaq shpenzuese dhe kaq të madhe, ku shumica dikasterëve nda vetëm për të krijuar mundësi njerëzve brenda saj. Kjo është shpenzuese, edhe mendoj që nuk është edhe efektive. Këto do ta shohim, a do të ketë rezultate apo jo. Jemi në një fazë ku kërkohet edhe zgjedhja e presidentit ose presidentes së re të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka thënë qartë se për çdo gjë që kërkohet një vot që është përmbi atë të nevojshmës, që e ka një subjekt politik, siç janë gjatë një vota për zgjedhjen e kryetarit ose të qeverisë, kërkohet marrëveshje dhe duhet të ketë marrëveshje politike. Për atë jemi edhe pjesë e politikës edhe të institucioneve të saj. Nëse nuk ka marrëveshje politike, atëherë rrezikohemi edhe që të shkojmë në zgjedhje, gjatë të cilat as nuk do të ishin të favorshme për Kosovën, por as për proceset e cilat po na presin. Ja thash edhe në fillim, ne jemi tek në fazën fillestare të antarësimit në disa organizata të rëndësishme që janë ndërkombëtare, po pretendojmë të bëhemi pjesë e NATO-s edhe të mekanizmave të tjerë të sigurisë, po rrezikohemi nga zhvillimet globale dhe nga një armik që në vazhdimsi tenton ta cenoj sovranitetin dhe integritetin e Republikës së Kosovës, që është Serbia. Ka shumë punë për të bërë dhe ne ftojmë edhe partinë fituese edhe gjithë të tjerët që ata duhen të jenë krijues të një situate ku ka një konsenzus politik dhe për të mos shkuar prapë në zgjedhje të parakoshme, mos të harxuar miliona dhe më ardhur prapë në një situatë ku është e njëjta sikur që e kemi pa nga shkurti i vitit të kaluar. Domethënë, kjo është, ne nuk kemi akoma një vendim ta quaj kështu politik, që së çka ose tutje, e di që do të ketë zhvillime tash të biseda institucionale, po flas për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, dhe tek atëherë do të shohim edhe ne si strukturat tona politike se cila do të jetë gjykimi dhe cila do të jetë mendimi. Edhe pse ka njerëz dhe individ që mendojnë edhe të njërin ose pjesën tjetër, nuk i fregohemi zgjedhjeve, pavarësisht rezultatit që jo të mirë që e kem pas me datën 28 shkurt, por ne e shohim që janë të pafavorshme për qytetarin e Republikës së Kosovës, për vetë Kosovën e saj. Ne duhet t'i kalojmë, t'i kryjmë disa detyra, të ecin disa marrëveshje ndërkombëtare, të ketë një farë udhëtimi ku lejohen edhe partnerët tanë ta ndihmojnë Kosovën, atëherë ne mund, nëse s'ka një konsenzus, mund t'ulemi edhe pse jo dhe të kemi edhe zgjedhje të tjera të parakoshme. Me qenë se minutat për në shkojnë, zoti Zemaj, pyetja ime e fundit. Deklarata juaj dje, duke hyrë në parlamentin e Kosovës, se ne nuk do të votojmë asgjë pa një marrëveshje politike, normalisht ishte fjala sigurisht për qeverinë dhe për qeverinë. Po. A ishte ky një qëndrim kompakt i Lidhjes Demokratike të Kosovës apo ishte qëndrimi juaj personal? Jo, ishte qëndrim i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe ashtu ka derivuar edhe me votën publike kur është zgjedh kryetari i kuvendit edhe kur është zgjedhur qeveria e Kosovës. Zoti Zemaj, faleminderit për kohën që gjetët, ishte kënaqësia ime t'ju kem në studio. Respekt edhe për ju dhe gjithë qytetarët e SUAREX.
Shikues të nderuar, ishim me deputetin e devotshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Armend Zemaj. Ju falenderit për dëgjimin dhe shikimin tuaj.